Tronditje në jetën e Francesca Muratit, modelja pranon krizën. Nuk e përballoj dot më. Modelja dhe ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Francesca Murati, ka ndarë me ndjekësit e saj një moment delikat të jetës së saj personale, duke ngritur dyshime për një krizë në martesë. Gjatë një sesioni pyetje-përgjigje në Instagram, ajo u shpreh me sinqeritet për sfidat emocionale që po kalon kohët e fundit. Po kaloj një periudhë të vështirë. Nuk është diçka që e kam ndarë hapur deri tani. Vetëm njerëzit më të afërt dhe ata që dua janë në dijeni. Më kanë qëndruar pranë dhe më kanë dhënë shumë dashuri. Jam shumë e ngarkuar emocionalisht dhe po përpiqem ta përballoj. Jeta pas ka qenë më e vështirë nga sa e imagjinoja. Besoj se çdo gjë ndodh për një arsye. Në një moment të dytë do flas hapur dhe do t'rregoj gjithçka që po ndodh në jetën time, u shpreh Francesca. Deklarata e saj ka nxitur spekulime për një krisje në marrëdhënie me bashkëshortin, veçanërisht pasi ajo konfirmoi se është në kërkim të një apartamenti me qira në Tiranë. Deri më tani, Francesca kishte jetuar në shtëpinë e prindërve, por tani dëshiron të krijojë një hapësirë të sajën. Edhe pse nuk ka dhënë ende detaje konkrete rreth situatës, Francesca ka premtuar se në të ardhmen do të flasë hapur për gjithçka që po ndodh me të. Ndjekësit e saj janë treguar të kuptueshëm dhe mbështetës, duke vlerësuar për forcën dhe sinqeritetin që ka treguar në këtë periudhë të vështirë.